Mirdita, do t'i tregoj një sekret që padyshim do zgjoj mendimin tuaj. Më ndiqni me kujdes për të mirën tuaj. Në fillimet e viteve të kësaj faqeje, kishte diskutime të forta dhe normal që shumë njerëz, duke qenë paragjykues sepse njeriu është krijuar i tillë, duke paragjykuar, kishte diskutime të forta, por me kalimin e kohës kjo gjë u reduktua. Dhe do t'ju them pse që të kuptohet edhe sensi i kësaj videoje. Me kalimin e kohës njerëzit e kuptuan që duke diskutuar së bashku gjenden informacione më të sakta dhe informohemi për të gjitha ato video që bëjmë për ditë. Por çfarë kishte ndodhur? E gjitha filloi nga një kërkim që bëra në rrjet. Krejt rastësisht gjeta që Bill Gates nuk ishte diplomuar. Dhe përveç tij edhe Jeff Bezos, edhe Steve Jobs e tjerë. Pra njerëz të mëdhenj me një sukses madhështor dhe sukses në të gjitha fushat e jetës nuk ishin të diplomuar. Dhe kjo më bëri shumë përshtypje dhe thash si ka mundësi. Atëre ne, sepse duke studiuar, ti studion në shkollë dhe thua studim sukses, studim para, studim punë e tjerë. Atëre kjo që të mësoj në shkollë nuk është e vërtet, që ngërka e gabuar. Sepse nëse i vini re, po thuaj që të gjithë ata të suksesshmit, që kanë të ardhua financiare, kanë pushtet e tjerë, po thuaj pjesa dërmuese e tyre nuk janë të diplomuar. Dhe kjo më bëri përshtypje. Si ka mundësi, thash? Nëse gjendemi në një shoqëri të tillë që të mësojnë gjithë jetën, të mësojnë që ti të studiosh, të mësojnë, bile nuk mund ta kalosh dot shkollën ti nëse nuk studion ato që të thonë. Pra të diktojnë disa diktime shumë pafund njerë, si përfundim, por të diktojnë disa diktime që ti duhet se s'bën që ti të përqendrohesh në to dhe ti përfundosh, ndryshe askush nuk mund ta kaloj dhe askush nuk marr diplomën. Mirë po, në fund të fundit ti shkon drejt atij objektivi, pra që të se s'bën ti duhet marrësh diplomën dhe humbet jetën tënde, humbet kohën, humbet çdo gjë gjatë kësaj kohe që ti të studiosh. Nuk po them që studimi nuk është nuk ka vlerë, nuk them këtë. Por po them si është e mundur që pjesa, po thoshja atëherë, si është e mundur që një pjesë e këtyre të suksesshmeve pas kërkan kaq sukses të madh dhe nuk janë të diplomuar. Si ka mundësi? Tani dua edhe një ndihmën tuaj për këtë, sepse gjejnë për shembull edhe një pafundësi tipash, si për shembull Cristiano Ronaldo, që s'mundi të bënte dot as 8 vjeçaren, apo të tjerë, që kanë para dhe ecin. Dikush do thotë, po ky është futbollist, s'ka lidhje fare. Keni kimist, kam njoh shok të mi, kimist që kanë studiuar shumë, kanë qenë për laboratore dhe kanë një pafundësi studimesh dhe diplomash, në fund fare nuk punojnë si kimist, por punojnë, kanë hapur bare apo kanë hapur gjëra tjera. Nuk diskutohet që ka dhe nga ata që kanë bërë punën e tyre në bazë të diplomave, por në përqindje jo. Në përqindje më të madhe janë ata që janë të suksesshëm, janë ata që nuk kanë bërë asnjë lloj diplome, nuk kanë marrë asnjë lloj diplome dhe nuk kanë studiuar për atë që i është thënë fillimisht, por kanë bërë diçka tjetër, krejt ndryshe. Dhe pyetja ime është për të gjithë ju, si ka mundësi që një pjesë e madhe e këtyre të suksesshmëve, i gjeni edhe në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni, në gjithë botën, nuk i gjeni vetëm këta që ju thash emrat e mëdhenj. Unë mora si bazë emrat e mëdhenj për të kuptuar që se kemi bërë dhe një video nëse keni vënë re para disa muajsh, pikërisht për këtë argument. Dhe u kam thënë që si është e mundur që njerëzit më të famshëm nuk u diplomuan dhe janë nga më të famshmit dhe më të suksesshmit dhe më të fortët, le të themi, qoftë me emrin e tyre, por edhe me të ardhua financiare. Shumë të fortë. Si është e mundur? Tani, le ta diskutojmë së bashku që të kuptohet njëherë për gjithmonë që informacioni në përgjithësi ndonjëherë është i gabuar dhe duke diskutuar së bashku gjendet informacioni sakt. Së bashku, sepse edhe unë mund të gaboj, edhe ju mund të gaboni, secili mund të gaboj. Ndaj, me kalimin e kohës në këtë faqe diskutohet së bashku për të gjetur thelbin e informacionit, ose t'i afrohemi sa më shumë informacionit. Shpresoj të kem qenë i qartë, diskutojmë këtu së bashku, shkruani mendimin tuaj dhe do të dëgjojmë shumë shpejt. Ju përqafoj.